kohët e fundit janë shpikur 3 pica absurde dhe tani po ju tregoj. Në Brazil është shpikur pica Tanajura, ku përbërësit kryesor janë milingonat, që brazilianët i quajnë nënat e milingonave sepse janë shumë të mëdha. Këto milingona janë ato që presin gjethet e Tanajurës, ndaj dhe picës i kanë vendosur këtë emër. Bile në Brazil konsiderohet si pica më e mirë. Madje kohët e fundit është bërë edhe një specialitet i Meksikës. Pasi përgatitin picën, fillojnë dhe skuqin milingonat, dhe kur janë gati i hedhin së bashku me vajin aty, si për picës. Brazilianët thonë se ka një shije mjaft të mirë, bile tregojnë se ka dhe një përmbajtje të lartë të proteinave. Kjo picë është specialitet sezonal, i disponueshëm kryesisht midis prillit dhe majit, kur milingonat janë me bollëk dhe kushton rreth 9 euro. Kurse në New York, një pizzeri italiane e quajtur Luzo ka shpikur picën me akrepa, madje edhe me insekte të tjera, që i bëjnë këto pica më të kërkuarat dhe kushtojnë rreth $28. Pica përgatitet normalisht, ndërsa akrepat merren nga një vend ku kultivojnë dhe rrisin akrepat. Kurse pizzeria Pizza Hut nga Hong Kongu ka bërë një shpikje tjetër, më absurde, pica me gjarpër. Edhe pse ju duket një çmenduri, kjo picë është e licencuar, por normal, është një picë e kufizuar sepse vetëm adhuruesit e gjarpërinjve e hanë. Pica përmban copa mishi prej gjarpëri, i cili është zjerë fillimisht, madje i shtojnë edhe kërpudha të zeza, edhe proshut kinez. Madje në vend të domateve i hedhin një salcë që vetëm kinezët e hanë, kushton rreth 18 euro. Juve do t'ju pëlqente një nga këto pica ose kë nga këto pica do provonit? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.